realiteti është kupton që profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që namazi të bëhet duke përmbushur kushtet, bazat e tij. Dhe ai që nuk e përmbush kushtet e namazit, ai del pa namaz. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar el-musi salati, sikur se ka ardhur në hadithin e Abu Hurairës sahih në Buhari të tjerë për librave të hadithit, që namazin ta falin në mënyrë të rregullt. Ka urdhëruar atë që të marrë tekbir, pastaj të lexojë për Kur'anin ai sa e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj të shkojë në ruku e të shqetësohet, hatta yatma'inna raki'a. Pastaj e kupton të ngrihet hatta ya'tadila raki'an. Pastaj çohet kupton, në kështu me radhë në gjitha veprimet e namazit. Dhe në fund profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë dhe vepro kështu sikurse të kam urdhëruar, sepse nuk pranohet namazi asnjërit derisa të veprojë kështu siç kam urdhëruar. Sikurse e dim në fillim profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Ktheu dhe falu sepse ti nuk je falur. Pra ai i cili nuk i përmbush dhe nuk i plotson bazat e namazit, ai del pa namaz, Zoti na ruaj. Kështu që ne duhet të këshillojmë këta njerëz të cilët nxitojnë në namazet e tyre. Se ndoshta nxitimi i tyre nuk ka deri në shkallë që të prishin rregullat e namazit, por mund të lanë sunete, mund të lanë një pjesë të dhikrit. Pra, shkurtimisht mund të përmend na kupton disa raste të cilët e qartësojnë më shumë gjykimin. E para, ai person i cili e fal namazin dhe i përmbush bazat dhe kushtet, e zbaton vajxhibet, por le domethënë zgjatjen, si për shembull, në vend që ta bëjë dhikrin 3 herë, bën 1 herë, qëndron për shembull në ruku derisa të marrin estrat vendin e tyre, sikur se ka ardhur në hadith e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo gjë është e mjaftueshme. Ndërsa ai që e bën më pak se kaq, namazi i tij është i pasakt. Ndërsa për sa i përket atij personi i cili u prin për imam njerëzve, është e pëlqyeshme që ai ta thjeshtojnë dhe t'u lehtësojnë namazin, ta falë domethënë sa më shkurt. Por domethënë falja e shkurt nuk do të thotë kupton që njeriu të neglizhojnë apo njeriu kupton mos bëj zikrin 3 herë apo 4 herë sikur se ka ardhur në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se megjithëse është përmendur në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se nuk kam falur namazin pas në njërit aq lehtë, aq shpejt dhe aq plot sa që kam falur pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra megjithëse është përmendur kjo në hadithin e Anas ibn Malik, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte raste që lexonte surën Safat, kishte raste kupton që lexonte surën Tur, sikur se ka ardhur kupton në hadithin e Jubair ibn Mut'im në Sahihun e Buharit në namazin e akşamit. Pra domethënë kishte raste që profeti sallallahu alaihi wasallam lexonte sure të tilla. Pra shkurtimin e namazit dhe lehtësimin e namazit ndaj xhamatit duhet që ne ta konceptojmë në dritën e shkurtimit që ka ekzistuar në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e shokëve të tij. Mendoj se ky serim inshallah taala është i sqaruar, ndërsa për sa i përket atyre hoxhallarëve që shpejtojnë në namazet e tyre, vlen na kupton që atyre të përmendet disa nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam që i kërcënojnë ata njerëz të cilët shpejtojnë në namazin e tyre, wa yanqurunaha naqra al-ghurab, dhe domethënë çokisin ato si çokitja e sorrës. Allahu lartësuar në ruajt nga një gjendje e tillë.